26 qershor, frika që na tërheq. Mos u tremni, sepse Perëndia erdhi që t'u provojë dhe me qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush dhe kështu të mos mëkatoni. Eksodi 20:20. Ekziston një frikë skllavëruese e cila na largon nga Perëndia dhe ekziston një frikë e ëmbël e cila na tërheq te Perëndia. Mojsiu i paralajmëroi për të parën dhe u kërkoi të demonstronin të dytën në të njëjtin varg. Eksodi 20:20. Mojsiu i tha popullit: mos u tremni, sepse Perëndia erdhi që t'ju provojë dhe me qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush dhe kështu të mos mëkatoni. Ilustrimi më i qartë që kam parë ndonjëherë për këtë lloj frike të mirë ishte rasti kur një nga djemt tan pa në sy një qen të racës gjermane. Ne kishim shkuar për vizitë në një familje të kishës tonë. Djali im, Karsten, ishte pothuajse 7 vjeç. Familja kishte një qen të madh i cili ishte në këmbë sa një djalë 7 vjeçar. Qeni ishte miqësor dhe Karsten nuk e kishte problem të zinte miq. Por kur e dërguam Karsten te makina për të marrë diçka që e kishim harruar, ai nisi të vraponte dhe qeni u lëshua shigjet pas tij duke lehur. Sigurisht që kjo e friksoi Karsten, por i zoti i qenit i tha: "Karsten, pse nuk ecën më mirë? Qenit nuk i pëlqen kur njerëzit largohen me vrap prej tij." Nëse Karsten e përqafonte qenin, ai ishte miqësor dhe i lëpinte fytyrën. Por nëse ai vraponte nga qeni, ai hungërinte dhe e mbushte Karsten me frikë. Kjo është një tablo e asaj se çfarë do të thotë të kesh frikë Zotin. Perëndia ka për qëllim që fuqia dhe shenjtëria e tij të ngjallin frikë në ne, jo që të na largojë prej tij, por që të na shtyjë drejt tij. Të kesh frikë Perëndin do të thotë së pari të kesh frikë se mos e braktis atë si sigurinë dhe kënaqësinë tënde të madhe. Ose një mënyrë tjetër për ta thënë është që duhet të kemi frikë nga mosbesimi. Frikë se mos nuk i zëm besë mirësisë së Perëndisë. A nuk është kjo ideja e Romakëve 11:20? Ti qëndron për shkak të besimit. Mos u mbaj më të lartë, por druaj. Do me thënë, ajo nga e cila duhet të kemi frikë nuk është besimi, por të mos paturit besim. Të kemi frikë se mos largohemi nga Perëndia. Megjithatë, nëse ecim me të dhe e përqafojmë, ai do të jetë miku dhe mbrojtësi ynë për jetë.